Zoti Islami, Sali Berisha ka deklaruar nga Napoli se Edi Rama i ka ditët e numëruara sa i përket zgjedhjeve të 11 majit. Ju si mendoni, a ka gjasa që Berisha të rikthehet në pushtet pas zgjedhjeve të 11 majit dhe a ka gjasa që Edi Rama t'i humbas këto zgjedhje? Zotëri, unë besoj të Amerika dhe të politika amerikane. Duke qenë se besoj të Amerika dhe të politika amerikane, të them që gjasat e Berishës për të kthyer në pushtet janë zero. Zero. Sali Berisha njerë nuk e hiqet non grata. Se që pruri një la civita si e ka një nga Amerika, një organizues lobesh edhe punë që bën për lobingu, me fjalë, që bën për të fituar një kompani apo një tjetër, me që ka qenë në lobingun e presidentit amerikan, edhe mendon që do fitoj zgjedhjet dhe do bëhet kryeminist. Sali Berisha nuk bëhet më kryeminist. Sali Berisha, unë bazohem në deklaratat e misionarit shqiptaro-amerikan që deklaron në mënyrë të përsëritur, shikojni çdo darkë në orë 6. Tek televizioni Shpresa TV. Dhe ka thënë që nuk do bëhen zgjedhje. Tani unë e besoj se flet në emër të Amerikës, dhe u s'kam si të mos e besoj, sepse deri tani ka thënë që do bëhen arrestime, janë dëvonuara këto arrestime, ne presim me sot, me nesër, me ditë, me javë, me orë, me minuta, deri tani s'e bërë gjë, përveç arrestimi i fundit ka qenë Erion Velis. Pres që të arrestohet, dhe të arrestohen dhe këta të tjerë që ka thënë misionari amerikan, si që janë Belinda Balluku, Taulat Balla, ajo Spiro Palja, ajo tjetra Manastir Liu, kur të bëhen, dhe tani si janë bërë. Kohët e fundit, Lulzim Basha dhe Edi Rama kanë vendosur një komunikim në distancë midis tyre përmes videove të shkurtra ku ironizojnë njëri tjetrin. Çfarë kërkojnë të tregojnë përmes kësaj sjellje politike? Karagjoz. Janë që të dy Karagjoz, Karavide. Njerëz të pamoral, të pacit, me këtallë. Përse i bëjnë? Ku t'ja tregojnë ato njerëz? Dhe pse bëjnë media? Ajo është një propagandë që bëse cilin krastik, që shiko se unë ja het këti, unë ja hodha, ai ma hodhi, që janë këto më, mund t'jenë burra shtetin këta, a mund t'jenë burra serios këta, a mund të drejtojnë shtetin këta mori, shikoni apo si shikoni, po i shikoni mori shqiptar, o shqiptar, a i shikoni këta Karagjoz që po tallen me ju dhe me familje tuaj dhe me fëmijët tuaj. A mundet që Erion Veliaj të bëjë të penduarin dhe të rrëfejë të gjitha aferat korruptive të qeverisjes së kryeministrit Edi Rama? Vetëm po siguroj familjen e shtetit të jap strehim politik diku familjes, vetëm ashtu po. Sa kohë që ka familjen këtu brenda është e pamundur ta bëj. Është e pamundur, e ka të pamundur. Nuk mund ta bëj dot. Çfarë e rrezikon? Mafia ka duart e gjata. I ka thënë që e gjatë. Mafia të podhenur shtyp në kolonë betonit pallat, që bën të tëra. Unë e kuptoj pozicionin e Erion Velis. E kuptoj, nuk më vjen keq fare për të se është më palaco nga këta, ose një palaco tjetër, po në këtë rast e kuptoj që nuk ka nga lëviz, nuk flet dot, nuk do flasi kur, të jeni sigurt. Nisur nga raportimet në media, por gjë që e ka përmendur edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, thuhet se Erion Veliaj ka deklaruar për Ulsi Majën që dyshohet se ka vendosur përgjues në qeli se do ta shkrijë deri në 7 breza. Ju si mendoni, a ka nisur një përplasje mes radhëve në Partinë Socialiste? Shiko, asnjëherë s'ka pushuar lufta brenda llojit në Partinë Socialiste. Asnjëherë. As në Partinë Demokratike. Lufta brenda llojit është e pashmangshme në në formacionet politike. Problemi është që ai nuk ka që bën
këtyre që janë në kupolën e shtetit. Nuk ka që bënë, Erion Velia s'ka gjë në dorë. Erion Velia i ka dorë të këmë të lidhër tani, është në burg. Është në burg, o zotëri. Kushdo që shkon dhe takon dhe e shikon që ai ka mbaruar si njeri. 2 orë të rish në burg, edhe ti këllmëndje kokës, jam të rish me të dish që të pret një burgim afat gjatë, si që pret Erion Veli. Natyrisht e ngushëllon fakti që i ka bërë kësë që dhe do përgjigjet për to, por burgu është burg, dhe nuk do të ketë mundësi fare Erion Velia që të kërcënoj këta. Lidhur me atë që pretendon se i kanë bënë përgjus, këta gjithçka bëjnë. Burgu është një institucion që varet nga Ministria e Drejtësisë. Kapo i së cilës është ai është ai miku i Dorsit 183 në Dibër. Por këta janë mafiozë të tërë. Këtu s'ke këtë zë që këtë lësh. Edhe Erion Velia e një mirë se kush është Ulsi Manja. Edhe Dirama e di mirë dhe e përdori të shkatje bëj këtë. Pra janë, të thash, janë kasafytjet brenda llojit. Dhe përfiton ai që është më i forti, më i fuqishmi. Në këtë rast përfiton ai që ka karrike më të madhe. Dhe praktikisht është Padrino e Dirama që përfiton. Gjithashtu, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lënë të hapur ose me pikpyetje deri diku që Erion Velia mund t'i kenë dërguar plumbë brenda zarfit në burg ose edhe kanë droguar. Nisu nga kjo deklarat, ju mendoni se kanë arritur deri në këtë pikë për ta kërcënuar apo shantazhuar Erion Veliaj? Nuk e përjashtoj. Nuk e përjashtoj se unë kam parasysh se veprojnë mafiozët dhe se veprojnë veçanërisht këta që kanë pushtet në dorë. I kanë të tërë. Tani që t'i vej plumbi Erion Velis nga Sali Berisha, si u fut, nga u fut, kush ja dha, si ja dha, Sali Berisha bënde teatr. Se është kryer në kloun tani. Në kloun cirku, ditë për ditë shpik në gjë të re. Nuk e besoj. Nuk e besoj që t'i ketë vajtur plumb. Këtë nuk e besoj. A është kjo një deklaratë e Berishës për të krijuar diversion dhe përçarje mes radhëve të Partisë Socialiste? Jo e din ata që Berisha thot gjëra të kësaj natyre me qëllim që të mos që të mbaj gjallë atë pozicionin që ka në kupolën e Partisë Demokratike, kryetari së cilës u bë me burg gjykate, se kryetari ishte edhe s'është. Thjesht e mbajti me forcë atë kryesinë e Partisë Demokratike nëpërmjet ca lakejve që ka aty, ca zagarëve që i ushqen rreth rrotull, njerëz dhe ata njerëz pa skrupull, pa moral, më keq se Berisha. Dhe nuk mund të thot një gjë, nuk mund të jetë e vërtet një gjë të tillë se s'ka nga hyn. Aq më tepër që për të hyrë në dhomat e burgimit, patjetër që kalon në skaner, kalon në 501 mjete, vetëm që ja ka dërguar me Ulsi Banjën, se ai është kontrolluar. Tjerë kontrollohen të tërë.